Teksa në vendin ton vjet në pikë pyetje cilësia e ndërtimeve të reja, ato që ndërtuan disa dekada më parë, vijojnë të qëndrojnë në këmbë të palëkundura. Këtu nuk bëhet fjalë për ndërtime me hekur e beton, por ndërtime totalisht me baltë dhe trum. Të tilla janë shumë nga banesat e këtij lloji në zonën e Dibrës, por edhe Bulqizës. Ata u ndërtuan shumë dekada më parë, atëherë kur hekuri dhe çimetoja ishin me pakicë, por edhe kushtonin shumë. Zgjidhja e banorëve të zonës ishte ndërtimi i kallëpëve të baltës, të cilët vendoseshin më pas në formën e tullave të sotme. Por kjo rezultoi shumë efikase, jo vetëm për temperaturën e brendshme të banesës, por edhe atë të jashtmen. Lutfi Veliu, banor i fshatit Kovashic në njësinë administrative Maqillar në Dibër, tregon se banesa që ndërtoi babai i tij në shumë vite më parë i ka rezistuar çdo tërmetje. Ajo vijon të qëndrojë në këmbë, do nëse është totalisht prej balte dhe druri. Kjo shtëpi është bërë nga babai im. Ai ka qenë specialist për punimin e murit me plita dhe me gurë. Kati i parë është me gurë, kati i dytë është me plita. Plitat janë prerë këtu, dhe i përgjithshëm nuk është, po me qenë muzgë është edhe më i mirë. Hidhet pak kasht misri, kasht gruri, pak kasht gruri për të arritur më shumë, edhe rrihet me ujë, shtipët, edhe pret me kallëp. Janë kallëp të prerë, 5 plita ka një kallëp. Sa as mund të bësh me 10, mund ta bësh, po varet ke forca si të ketë njeriu, të ta ngresh atë. Edhe ja transportohen bien këtu, pa probleme, mbas i than, transportohen bien, bëhet muri. Tërmet kanë edhe 22 ka tërmet i lëga shem, edhe tani tërmet i 67-s, po ashtu nuk i ka bërë asnjë gjë. Bajt bezadruri, muret, nuk kanë fare gëlqire e rëre kështu. Për dimër është ngrohtë se është trashësi, pliti nuk lejon, për verë është e freskët se nuk depërton ndësia. Për dimër i ftofti nuk depërton, është janë shumë, po ti prish qatia, shiu e prish, se dhe është. Ama po ti të thatë, nuk i bëj gjë absolutisht. Se kështu nga lartë e shofim shpesh, e shofi unë, për në pikën e gjë që mos i bje ujtë nga sipër. Se nga që ka ujtë, jo prish disa se nuk. Tërmeti me 7 ballë nuk i ka bërë darmë, mani zoti. Banesat të tilla i gjen thuajse në çdo fshat të Bulqizës së Dibrës, dhe arsyet e ndërtimit të tyre me këtë lloj materiali kanë qenë për shkak të kostës më të lirë.